e maj men mirë, e kemi përjetu shumë mendim bje, edhe kanë ba rezistencë, edhe ka pasi luftime dhe më hanë ditën kërën ba masakrat. I ndërum, sa herë në vit vini të Varrezat e Reqakut? Të Varrezat e Reqakut ne vim për çdo përvjetër. Çdo përvjetër. Po jemi nga fshati komunës tjetër, komunës Sarajkës, fshati Budako. Ka edhe ditë na kujton masakrën që ka ndodhur, no? Unë jam gjenat 77 Po. E maj men mirë, e kemi përjetu shumë mendim bje. A e mund men atë datë? Po, pas me gjëllari, kanë ditë eftof, ditë atë sartë, me borë, edhe ka pasi luftime dhe më hanë ditën kërën bë masakrat, kanë ardhe bataljoni Budakovës ndim këtu, unë nuk kam qenë ushtari u që kësë, po ne kemi, dhe më hanë kemi vërtu vllajin e këm pas kushërit, gjithë, edhe kanë ba rezistencë. Në ta luftime o konë edhe Ahmet Kaqiku, dhe disa të tjerë, dhe si pas trafime u vllajit, që ka qenë që tash është veteran, është polici, shërbim policor. Luftimet kanë zgjatur një kohë derisa kanë verifiku, derisa kanë mërria së bëja, edhe kanë verifiku gjitha viktimat dhe gjitha kufumat, po, edhe më kërë këta. Masandej dhe më thonë, të jetë me rezistencën e fortë sërve dikur kanë rriti marrin kufumat. Po aja datë të më thonë, kujtova të... A ke qenë këtu qatë ditë kur bo masakra, a ke ardhë këtu? Jo, të s'ka marrë pjesë në ngjarje sa ma. A ka naj thirrje që u këshëvo në shtetit për familjet e të masakruar? Po shteti do të me pas gjithmonë mbikëqyrje dhe s'mi qenë të arrest gjitha viktimat dhe gjitha familjet e dëshmorëve. Veteran, me gjithse veteran t'i kanë nëmë, me një pak shumë vogël. Po. Nuk ka për kujdesje këmë ditë sa. Edhe vetë ke qenë veteran? Jo, të regova në fillim që nuk kam qenë ushtrar. Po gjatë luftës dhe më hanë këmë qëndru gjatë në Kosovë, asë një moment nuk kem legu. Kemi ikë për venin vend, babën e dhe më hanë këmë pas paralizum, e këmë mbikëqyrë si babës. Vëllavi ka qenë ushtar, dhe më hanë asë një moment nuk kemi mujtë më legu për Kosovës. Po, dhe më thonë prej Suarekës vjen çdo vit këto me vizit? Prej Malësisë Rejvi, se tash jetoj në një fshat nga Precareni, prej Malësisë Rejvi ku marrë se të për çdo vit vi, ama gjatë luftës imi konë të jetu këtu në Budako, fshatin Budako në 7 ditë një kohë.